Presidenti Trump flet mbi ngjarjen e mbrëmjes së gazetarëve të eventit të gazetarëve dhe atentatin apo sulmin e ndodhur në atë ngjarje gjysmëore pas incidentit. Një incident i rënd sigurie tronditi mbrëmjen e së shtunës White House Correspondents' Dinner në Washington në The Hill Hotel, ku një person i armatosur hapi zjarr pranë ambientit ku zhvillohej ceremonia me pjesëmarrjen e figurave më të larta politike dhe mediatike në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Donald Trump dhe zyrtarë të tjerë të lartë u evakuan menjëherë nga salla, ndërsa forcat e sigurisë reaguan me shpejtësi për të neutralizuar kërcënimin. Sipas deklaratave zyrtare, autori dyshuar ishte i armatosur me disa armë dhe arriti të depërtonte përmes pikave të kontrollit, duke krijuar një situatë alarmit menjëhershëm. Mendohet që ai të ketë ardhur dhe të ketë strehuar në hotel më parë. Një efektiv i sigurisë u qellua nga një distancë shumë e afërt, por falje lekut antiplumb arriti shpëtoi pa pasoja fatale. Presidenti Trump e përshkroi momentin si të paqartë në fillim duke thënë se fillimisht mendoi se bëhej fjalë për një zhurmë të zakonshme, ndërsa zonja e parë reagoi menjëherë duke kuptuar natyrën e rrezikut. Autori i dyshuar, identifikuar si një 31 vjeçar nga Kalifornia, u arrestua në vend ngjarje dhe aktualisht ndodhet në parburgim. FBI ka nisur një hetim të plotë për të zbardhur motivet dhe rrethanat e sulmit, ndërsa po analizon armët e sekuestruara dhe dëshmitë të pranishmeve. Pamjet e publikuara nga vetë presidenti tregojnë një person që vrapon përmes detektorëve metalik, ndërsa agentët e sigurisë reagojnë me armë në dorë dhe ndërhyjnë menjëherë për ta ndaluar. Dëshmitarët raportuan se kanë dëgjuar disa të shtëna duke shkaktuar panik mes të ftuarve, të cilët u detyruan të strehoshin nën tavolina. Ngjarja ka ngritur pikpyetje serioze mbi protokollet e sigurisë të një nga eventet më të rëndësishme të vitit në Washington. Presidenti Trump kërkoi masa më të forta sigurie, duke theksuar se situata të tilla kërkojnë nivele mbrojtjeje që ndoshta nuk janë parë kurrë më parë. Ndërkohë, drejtues të Kongresit nga të dyja partitë reaguan duke dënuar dhunën dhe duke vlerësuar reagimin e shpejtë të forcave të rendit. Liderët politikë theksuan nevojën për unitet dhe përfundimin e klimës së tensionit në vend. Organizatorët e eventit konfirmuan se ceremonia do të shtyhet dhe pritet të zhvillohet sërish brenda 30 ditëve të ardhshme, pasi autoritetet përfundojnë hetimet dhe garantojnë kushte të plota sigurie. Fatmirësisht, përveç efektivit plagosur lehtë, nuk raportohet për viktima të tjera, ndërsa situata është nën kontroll dhe timet vijuan për të kuptuar nëse bëhej fjalë për një akt të izoluar apo pjesë të një kërcënimi më të gjerë. Ky incident rikthen në vëmendje sfidat të sigurisë në eventet publike të nivelit të lartë dhe nevojën për vigjilencë të shtuar në një klimë gjithnjë e më të tensionuar.